Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. A keni arritur moshën 30 vjeç? Studimi i fundit. Mos jani këto ushqime për të jetuar sa më gjatë. Ushqimet e pashëndetshme nuk duhet të hahen pavarësisht nga mosha që jeni, por pas moshës 30 vjeç, trupi ynë befas bëhet gjithmonë më pak rezistent ndaj ushqimeve, nga restorantet e ushqimeve të shpejta dhe çdo ushqim tjetër i përpunuar që ndikojnë në përkeqësimin e imunitetit. Mund ta keni vënë re se disa ushqime nuk mund t'i duroni dhe në kusht të koha që të zgjidhni edhe dallimin midis të 30-tave dhe ushqimeve që duhet i shtoni në dietën tuaj. Sipas Brajcaj, do të rendisim disa nga produktet ushqimore që duhet i konsumoni sa më pak të mundur pasi kaloni moshën 30 vjeçare. Kosi frutave. Një gotë kos me shijet të frutave tuaj të preferuar përmban afërsisht 47 gram sheqer. Kjo është një sasi shumë e lartë e sheqerit se sa duhet të konsumojmë gjatë gjithë ditës. Për më tepër, ekspertët kanë vendosur kufirin maksimal prej 38 gram për burrat dhe 25 gram për gratë. Në vend të kosit të frutave zgjidhni kosin natyral shumë të shëndetshëm dhe i përzieni me manafera të freskëta. Kosi është një efekt i dobishëm në tretje dhe nëse shtoni frutat e freskëta tuaja, do të jeni mirënjohës. Soja. Soja është një tjetër ushqim që konsiderohet i shëndetshëm, por në realitet nuk është një zgjedhje e mirë si mishi dhe doni ta zvendësoni atë. Në afat të shkurtër, soja mund të stimulojë proceset inflamatore në trup dhe potencialisht të ndikojë negativisht në funksionet e tiroides. Një problem tjetër i sojës ka të bëjë me fitoestrogenin që përmban, i cili imiton estrogenin në trup. Prandaj soja nuk duhet t'i jepet të vegjëlve që janë ende në rritje, por më së miri do të ishte që ta shmangnit nga të gjithë anëtarët e familjes. Ka shumë alternativa të shijshme për mishrat me bazë bimore nëse dëshironi të reduktoni marrjen e produkteve shtatëzore. Buka e bardhë. Mjedhi i bardhë gjithashtu mund të jetë një ndikim i niveleve të sheqerit në gjak, ndërsa nuk përmban as vitamina dhe as minerale që përmban mjedhi integral. Buka e bardhë gjithashtu përmban më pak fibër dhe ka një tjetër nivel, aq më shumë fibrat që ka në sistemin tuaj tretës. E njëjta gjë është edhe me pastën e shijshme dhe të ngrohtë. Ato nuk përmbajnë lëndë ushqyese dhe fibra, por janë të ngarkuara me natrium. Edhe kur zgjoheni pasta me drithra integrale, me siguri do të merrni 565 mg natrium në trupin tuaj, që është më shumë se 1/4 e kërkesës suaj ditore. Lëngu i frutave. Shumica e lëngjeve komerciale përmbajnë sheqer të shtuar shumë më tepër se sa është i pranishëm në vetë frutat. Ato gjithashtu shpesh pasterizohen, që do të thotë se lëndët ushqyese ndjeshëm mund të jenë ndaj nxehtësisë dhe të shkatrohen përpara se të produkti të përfundojë në rafte. Fibrat ndihmojnë në ngadalësimin e shkallës me të cilën sheqeri hyn në gjakun tuaj, kështu që duke konsumuar lëng të pastër do të përjetoni një rritje të papritur të sheqerit në gjak. Evitoni dhe i konsumoni sa më pak ëmbëlsirat. Pas kësaj moshe është e rëndësishme të tregoheni me sasinë e ëmbëlsirave që shtoni në dietën tuaj. Pasi shumica prej tyre, siç dihet, mund të ndikojnë negativisht në çështjet imunitare, duke ndikuar kështu edhe në rritjen e niveleve të presionit të gjakut dhe duke shfaqur komplikacione të tjera në shëndet. Tortat e gatshme që blejmë nëpër dyqane janë plot me vajra të hidrogenizuar që ndikojnë ato dhe të duken të freskët dhe mund të ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Nëse asgjë tjetër nuk mund të kontrolloni përbërësit e shtuar të asaj, duhet të evitoni përbërjet e tortave dhe ëmbëlsirave, pasi kanë nivele të larta të sheqerit dhe të yndyrës. Mos i konsumoni kokoshkat me gjalp. Ndërsa plakemi natyrshëm, fillojmë të mendojmë se si të mbrohemi nga rënja e aftësive njohëse. Mbajtja e trurit tuaj aktiv duke vazhduar të mësoni gjërat e reja dhe sfidat me lojra dhe enigma është një fillim i mrekullueshëm, por edhe dieta luan një rol. Kokoshkat nga mikrovala janë një ushqim veçanërisht i dëmshëm për trurin tuaj. Ato gjithashtu pengojnë prodhimin e acideve yndyrore omega 3, që janë thelbësore kështu edhe për shëndetin tuaj të trurit. Në këtë video do të rendisim listën e ushqimeve që duhet t'i ruani linjat dhe të përmirësoni imunitetin duke konsumuar një sër mineralesh dhe vitaminash nga këto produkte. Faktikisht, të gjitha lëndët ushqyese që marrim nga ushqimi janë të domosdoshme në faza të ndryshme fiziologjike, pikërisht nëse edhe trupi ynë është në evolucion të vazhdueshëm.
Ne po ju japim një listë të ushqimeve që ju mund t'ju ndihmojnë të ruani linjat, të reduktoni shqetësimet dhe të parandaloni problemet që lidhen me moshën. Nisur nga ushqyerja e shëndetshme, me perime me përmbajtje të lartë të mineraleve dhe vitaminave, nisur edhe nga nevoja e trupit, ju duhet të konsumoni disa nga produktet më të mira në dobi të organizmit. Pas moshës 30 vjeç, jeta bëhet më stresuese. Puna, angazhimet e shumta dhe rritja e niveleve të përgjegjësisë ndikon në mirëqenien tuaj. Theksohen disa zakone të këqija për shkak të angazhimeve dhe afteve të strikte, gjumi bëhet i çrregullt dhe flini gjithmonë më pak. Vaktet ushqimore bëhen më pak të rregullta dhe jo shumë të shëndetshme. Ndaj për këtë arsye në këtë moshë shumë e rëndësishme të ushqehemi kryesisht me ushqime që përmbajnë nivele të larta të antioksidantëve, të domosdoshëm për të parandaluar plakjen. Sipas Health.com, këto janë ushqimet më të mira për personat mbi moshën 30 vjeç. Salmoni, i pasur me vajre esencial të domosdoshëm në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, ai është një zgjidhje shumë e mirë për dietën tuaj. Frutat e pyllit. Këto fruta forcojnë muret e enëve të gjakut dhe parandalojnë brishtësinë e tyre. Spinaqi është një burim i mineraleve, substanca që ndihmojnë qoftë në hidratimin korrekt të qelizave, qoftë në eliminimin e substancave të tepërta. Karkalecat janë burime shumë të mira të zinkut. Ky mineral jo vetëm favorizon ruajtjen e lëkurës, por edhe vepron pozitivisht në fertilitet, veçanërisht tek meshkujt. Orizi integral. Përveç se është një burim shumë i mirë i fibrave, përmban edhe karbohidrate që favorizojnë ndjesinë e ngopjes dhe japin energjinë e nevojshme për të përballuar oraret e zgjatura në punë. Kopër, një erëz e cila ndihmon jashtëzakonisht shumë në uljen e tensionit dhe fryrjet e barkut të shkaktuar nga stresi dhe keq ushqyerja. Kosi, i pasur jo vetëm me kalcium, por i bën mirë edhe florës bakteriale të aparatit tretës. Ananas, favorizon tretjen potenciale dhe ndihmon në mbajtjen sa më të gjatë të hidratuar trupin. Molla, dihet veçanërisht se shumë mollë mund të jenë përmirësimi i organizmit, ndaj nuk keni përse të prisni, përveç se janë të këshillueshme si laksativ, ju ndihmojnë edhe në ndjesinë e ngopjes. Çaji. Në vend të 10 kafeve që pini gjatë ditës, çaji është alternativa shumë e mirë, po ashtu është një substancë e cila ndikon edhe kundër plakjes. Prandaj ushqyerja e mirë në këtë moshë do të luajë një rol vendimtar edhe për shëndetin tuaj. Por kur të mbushni 40 vjeç, si duhet të ushqyeheni? Në çdo moshë është e rëndësishme ushqyerja e shëndetshme, mirë po pavarësisht pas të 40-ave, duhet treguar kujdes pasi disa funksione të trupit fillojnë ngadalësohen, bashkë me të edhe metabolizmi. Për këtë arsye shpjegojnë mjekët duhet të shtoni ushqime me vitamina dhe antioksidant, sikurse është vitamina E që ndihmon në bllokimin e krijimit të rrullave. Rëndësi të veçantë duhet t'i kushtoni marrjes së kalciumit për të ruajtur shëndetin e kockave, pasi dihet se rreth kësaj moshe bëhet gjithmonë më e brisht, po kështu ndihmojnë edhe në prodhimin e hormoneve femërore në këtë moshë, që të cilat shkojnë drejt të rënies. Pasi kaloni të 30-tat dhe hyni në të 40-tat, ju duhet të shtoni bajamet. Ndër frutat e thata, 40 vjeçarët ju këshillohet të konsumojnë më shpesh bajamet. Të pasur me minerale dhe vitaminën E kanë veti antioksiduese shumë të rëndësishme për shëndetin e lëkurës, por të domosdoshme edhe për shëndetin kardiovaskular. Kumbullat. Përveç se janë shumë të pasur me fibër, kumbullat janë një burim i jashtëzakonshëm i kalciumit, minerali domosdoshëm për mirëqenien e kockave dhe të dhëmbëve. Selino. Përveç se ndihmon në procesin e ngadalësimit të përthithjes së sheqerit nga organizmi, ndihmon veshkat të funksionojnë më mirë duke eliminuar mbetjet e substancave të cilat me kalimin e kohës grumbullohen në organizëm. Arrat janë një burim i mirë i kalciumit, magnezit dhe kaliumit, acideve yndyrore esenciale, substancat aleate të aparatit kardiovaskular. Kivi, i pasur me kalium, ju ndihmon në parandalimin e fillimit të ngërçeve muskulare. Bananet mund të konsiderohen si sulforofat të cilët përmirësojnë shëndetin e organizmit, duke ofruar një ngopje më të mirë fal pranisë së kaliumit që konsiderohet shumë i mirë kundër stresit dhe lodhjes. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat të mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tu.